Altin Doci shënoi ditën e 3 të lirisë në Arati këtë të premte, ditë kur ish drejtori i burgut të Durrësit ku ai qëndronte para se t'i shpëtonte drejtësisë, u vu në pranga dhe u dërgua në qeli. Aratisja spektakolare nga spitali i Durrësit e 39 vjeçarit të dyshuar nga spaksi vrasës me pagesë i kushtoi fillimisht shkarkimin e më pas arrestimin me akuzë për shpërdorim detyre i ndrit Cërlojt. Mjekja e burgut të Durrësit Ylfete Sema u vu në masën arrest shtëpie, po ashtu me dyshimin se ka shpërdoruar detyrën, duke ndikuar në aratisjen e të paraburgosurit të cilësuar të rrezikshëm. Skandali i aratisjes ka çuar deri më tani 10 punonjës të burgut të Durrësit në pranga. Krahas ish drejtorit dhe zëvendës shefit të policisë, në qeli janë dhe 5 efektivët e grupit të shoqërimit që e lanë 39 vjeçarin e dyshuar për vrasje, t'i drejtojë spitalit pa pranga, siç u fiksua ai nga një kamera sigurie kur mboriti në spitalin e Durrësit për një kontroll mjekësor. Këto dhe shkelje të tjera të konstatuara gjatë hetimeve kanë bërë që prokuroria të ngrijë akuza ndaj drejtuesve dhe punonjësve të burgut të Durrësit, ndërkohë që hetimet vijojnë paralelisht edhe nga shërbimi i kontrollit të brendshëm. Një pistë që sipas burimeve po verifikohet është dhe dyshimi se Altin Doci mund të ketë patur ndihmë dhe bashkëpunim nga brenda burgut. Për këtë, grupi hetimor mësohet se po verifikon personat që 39 vjeçari ka takuar në burg, sikurse praktikën e dokumentave që nga transferimi aty e deri te rekomandimi për vizitë në spital. Për kapjen e Altin Docit, policia e shtetit ka ushtruar kontrolle në Tiranë, Elbasan, Durrës, por deri më tani 39 vjeçari mbetet i lirë në Arati.